Gjitha trupat e shqiptarëve të masakruar I ka zhduk, ministër. Ka marrë dosjen 804 thyje për natën 9. Melisa, a ke nevojë me të ndihmu diçka Meli? Mirë dita, mi falje, më thonë që paragjysore kanë sjellë një fëmijë me emrin Arija. A e din kush sa roje du të me konë të tali që atje? Kosovska policia u hapsu e ne kjo nash, u sever. Është më mirë shkom në vazhdojnë. Alo, po drejtër? Melisa, ku shpendi? Shpendin? Nuk e kam pa. Melisa, po të pyes ku shpendi, dëgjo. Me siguri është u marrë matrasin atyre dy fëmijëve. Lokalizo telefonin e tij. Mos u largon nga aty. Më prit në qendrën e alfakontrollit. Në rregull, erdha. Hajde shpend, hajde. Pozor, qetësohu. Mirë. Po nes me një herë një patrol. Shpresoj që të kthehen sa më shpejt. Po dhe unë shpresoj që të kthehen shëndosh dhe shpejt. Melisa, shpresoj që ti nuk ke gisht në këtë punë. Jo, nuk thoj që Melisa ka informacion mbi veprimet e tyre. Jo. Unë nuk kam lidhje, edhe ata asnjëri nuk më kanë informuar asgjë. Aha, okej, mirë. Apo mas sharon pak. Nga I morën informacionet ata, ha? Unë nuk ja kam idin. Failin e klasifikuar sekreti I lartë nuk guzon me hap askush pa lejen time. Vetëm ti përveç me e ke pasur qasjen informacione, Melisa. E vërtet është kjo, por unë... Mirë, lere tash. Të shohim se si po zhvillohet këtu. Por pas kësaj, edhe me ty, edhe me ata do të kemi nevojë të flasim seriozisht. Sot kam anuluar gjithçka dhe do t'jem në zyrë. Më informonin në detaj mbi zhvillimin që po ndodhin, okay? Kjo vlen edhe për ty, Saran.
Saro, do të flasim për këtë. Të lutna ma vonë, kena diçka pak më të rëndësishme. Kish me u konsultu. Ma vonë, të lutna. Melisa, Po, shpresoj që informacionet që o ke dhënë janë të sakta. Nuk po të guxoj as me menu çka po më ndodh nëse diçka shkon keq. Edhe unë po informatet e krejtë sakta. Ato ishin vetëmët edhe më të saktat që i kom gjetë. Edhe nuk ka se që shme shku mirë ka me përfundu. Shpresoj. Njësitë shumë të apolitore, të janë mësy Zobi Potokur. Këtu pjesëtarë të njësive speciale të policisë do t'i vinte një urdhër të prokurorisë speciale për të kryer një aksion që ka për qëllim luftimin e kontrabandës, peshpërdorimit të pozitave qytetare, dhënies së rishfetit e shumë çka tjetër. Me të nisur aksioni, Mitrovica dëgjoi alarmin. Kjo zotë ishte zhurma e gatme në pjesën veriore të vendit. Mes policisë së Kosovës dhe banorëve serb në këtë pjesë u krijuan disa barikada, të cilat forcat e rendit i kthyen me lehtësi. Aksioni do të shoqërohej edhe më të shtëna, duke qenë se personat që ishin cak i policisë e shumica nga të cilët ishin vetë policë rezistuan. Këtu të shtyna do të qëllonin 5 nga pjesëtarët e policisë në aksion, por pa lëndime nuk shpëtuan as të dyshuarit. Sidoqoftë, edhe policët edhe personat e tjerë të lënduar do të trajtoheshin në vonë në spitalin e Mitrovicës. Po, zonja Edita. Nuk e di e po është dje, me siguri është në laborat. Po, lojme, drejtor. U shqetësuam për atë fakteve të thira. Do t'i them të lajmërohet momentin e parë që të takojnë, në rregull? Rregull, faleminderit. Mirë atëherë. Aksioni do të shoqërohej edhe më të shtëna, duke qenë se personat që ishin cak i policisë e shumica nga të cilët. Ishin vetë policë rezistuan. Këtu të shtyna do të qëllonin 5 nga pjesëtarët e policisë në aksion, por pa lëndime nuk shpëtuan as të dyshuarit. Sidoqoftë, edhe policët edhe personat e tjerë të lënduar do të trajtoheshin më vonë në spitalin e Mitrovicës. Kur gjendja u duk më qetë, policia bllokoi lëvizjen e hyrjes të O, hajde, ministër, uroni. Drejtor, kush ka dhënë urdhë të shkohet në ri? Ju e dini që për këto aksione duhet koordinu me Kforin dhe Uleksin. Ministër, ju lutëm qetësoni. Ne kemi marrë informacione të reja dhe ndërhyrja duhet ishte shumë e shpejtë. Pastaj ne biseduam para pak ditësh, ministër. Ne vetëm po zbatojmë një plan. Për këtë e di. Ju është dashur të merrni leje për Uleksit dhe të koordinoheni me Kforin. Situata është tetë alarmante. Pas reagimeve të Beogradit, Brukseli po vlan. Edhe kemi folë që të presim edhe pak. Ne vetëm po zbatojmë detyrat tona në dobi të qytetarëve dhe kushtetutës. Të gjitha akterët janë paralajmëruar se do të veprojmë. Pastaj, nuk mund të prisnim pafundësisht leje nga Uleksi, ministër. Sa për Kforin, jemi me fat që kemi pjesëtar të ushtrisë amerikane në kuadër të Kforit, ministër, se sa për tjerët. Fundin ne jemi në territorin tonë, ministër, nuk po shkojmë në Beograd. Drejtor, ta keni nën kontroll dhe për çdo zhvillim të më lajmëroni. Të dini që keni gabu me këtë aksion. Në rregull, ministër. Drejtor, të lutem, drejtor. Të lutem. Në rregull, ministër. Zovi tužioca Euleksa, onog Poljaka, zajedno sa njegovom Poljakinjom. Šta da mu kaže? Kaži... Daj mi. Alo? Talićov. Gospod
Gospodine tužioce, mi smo očekivali da počnete sa hapšenjem glavni u OVK. Mi smo očekivali mutne dane za Šiptare, a ne za Srbe. Na televiziji vidim da su ušli u Sever i Parove House. Slušajte mene, cenjeni tužioce. Svi uhapšeni hoću da sutra bude pušteni. Jer mi imamo dogovor. Ako si zaboravio da te podsjetim. Da. Treba što pre da optužite i uhapšite vođe OVK. Tražili ste dokaze, lobiranje na njihovim televizijama. Preko njihovih analitičara. Platili smo 1.000.000 evra. Sada je lopta kod vas. Završi posao za koji si plaćen. Ti i tvoji drugovi. Da, ali ja sam vojnik, nemam pojma o papirologiji. Ali trebaš imati na umu da ne može da se vratiš u Poljsku ako ne završiš posao za koji si plaćen. Toliko da znaš. Evo, momci, kako ste? Je vam hladno? Evo, sada smo mi ovdje. Kakva je situacija tamo? Jesi li skupio harač? Ne, šef. Ne? Mislim, da, nego... Ne ili da? Pa situacija malo komplikovana zbog što smo malo prepričali. Policija. Samo ovo? Što da radim ja sa ovom? Nemoj se zajebavati. I otkriviti tamo neki Šiptar. To je tvoj posao. Znam. Ti treba to da završiš, znaš? Sutra. Sigurno? Sigurno. To će rešim. Sutra. Sutra. Šefe, za vas. Alo? Da, Talić. Slušaj. Kada sam vam trebao da sakrijem zločine koje ste uradile na Kosovu, odgovarali ste brže. A šta kažete ako padnem u ruke kosovskih autoriteta, a? Da li mislite da li će mi trebati da pokažem sva tela albanskih civila koji ste sahranili na
нашей территории. А, господине министре? Что? Ти не слушаш вести, а? Šta je s tobom, bre? Oni su preuzeli Mitrovicu. Za vas bi i do Niša stigli. Nema šale s njima. Gospodine ministre, ni više ni briga ni za Uleksa, ni za nikoga. Doći će ovde, sever su preuzeli za sat vremena. Moli se Bogu da se povuku zbog političkom pritisku. Ajde brže, brže, ajde ne zabavaj, brže. Nisu normalni. Dečko.
Letiš! Okreni se, okreni se! Hvatili su Talića! Da! Tata, gde si? Odrebaš mi. Tata. Nuk pe kuptoj pse janë tu ecë kaq shpejt. Qysh është e mundur? Me siguri kanë gjetur një vetur gjatë rrugës edhe kanë marrë. Ata janë duke u kthy. Janë më afër kufirit. Shpresoj të kemë marrë edhe pakon me vete. Pako? Po dhe pse po çuditeni? Gjithë këmon gjuna me shkudam. Po, ki drejt. Po ndale. Do dhe diçka. Cila është gjesa juaj? Po, zot, qetëso. Ndryshoj formacionin. Edhe shpejtësia e lëvizjes. Pse? Sepse deri këtu janë kon të lëviz me makinë, edhe prej këtu kanë vazhdu në kohë. Shpresoj që kjo është arsyeja. Shpresoj. Do të me një këtë vinë drejt mena. Ju të lindi. Mena me dalë po djerë dikon. Nëse shkojnë atë mena sot dhe kam bloku këtë vinë të këta. Okej, shpresoj mos të kem me penges rrugës. Do komunona më lidh me qendrën e thirrjeve që të kontaktoj Melisën se tregoj që kemi bërë kurs. Jo, Melisa, se mund menaxhu më thirrje. Okej. Dhe Melisa më. Po besoj edhe do zoti që mbrina ma shpejt. Edhe bashkëm kryesore me pa para drejtësisë. Kur ta akuzohet për këto krime që i ka bërë, qysh po ballafaqohet me ta. Po ato ja u kemë bërë gjishna dhe të atyne që nuk janë gjetë vesh. Na duhet edhe me qu si trofej të Naimi se për këtë farë veç gjyqësie, për këtë farë aksionin që e kena marrë kryen vete, kena më përgjigjë. Breshk. Breshk. Po këtë edhe kafshë të kam kuptu që jem territor të huj. Mirë, vazhdojmë rrugën. Hajde. Hajde bre. Hajde bre. Et.
Alo. Ej, slušaj dobro. Treba mi ljudi. Severno. Ušli su crni, fatili su Talića. Dobro si slušao, dobro. Fatili su Talića. I treba mi hitno ljudi da ga spasimo. Ako uše u teritoriju Kosovo, onda smo zajevali. I to ti znaš, brate, da on ima više informacije o ratu. A ja ti kažem odmah, nemoj da mi glumiš sada mene, gdje je to ti, ja ne mogu da tražim celu šumu. I ti to znaš. I odmah! Now you're going. Man kan dåligt bryta, kan blocka och finna. Do të më shku kësaj pjesës është pak më vështirë, më e gjatë më keq. Ne ka diçka. Një supëri përpara. Niki, çish e diçka lajmëro, nisu. Polako! Miladine! Vučki. Gdje si? Evo. Šta ima? Šta ti je, brat? Fatili su Talića. I šta ako si fatili Talić? Šta mene briga za Talić? Vučki, to nije zebancija. Treba nas živ. Treba nas živ, brate. Treba nas živ. On zna, ima informacije o ratu, sve što smo radili i ti zna I? to. Ako on priča, svi smo zajedno. Završio je vojska sa Kosova. Završila vojska i sve stvari, ali ima više informacije. Ima mnogo stvari. To mora da sakrijemo. Ako on uđe u Kosovo. Onda idemo na pozicije svi. Idemo za poziciju. Idemo.